kjo mafje de facto i ka shpall luftë opozitës dhe mban ndaj saj qëndrimet më armiqësore. Kjo mafje në shërbim të mafjes qeveritare që u shqen atë, që e mban atë, ka korruptuar, po në atë shkallë dhe më shumë sa që ka korruptuar mafja qeveritare tenderat. Kjo ka korruptuar fjalën shqipe. Merrni dhe uftoj çdo shqiptar të marrin vetëm zhvillimin e fundit. Referendumin e Partisë Demokratike, aktin më madhor të demokracisë direkte. Se si kjo mafje ja u paraqet shqiptarëve si një akt stalinist, si një akt enverist. A ka korruptim më të madh të kuptimit fjalës demokraci direkte apo referendum se sa kjo? Nuk mund të ketë. Po ky është vetëm njëri nga mira raste që a e pat ju, a organizuan qoftë dhe një koment më të voglin për aktet më të paqena gjërësot, dekorimin e babait të kryemafiosit të Shqipërisë, i cili nuk ka thënë një fjalë të vetme ndjese për veprat e zeza të birit, që janë të pafundme, që përfshin të gjitha llojet e krimeve. A pat ju, a pan shqiptarët, një koment më të shkurtrin për dekorimin e çyrbës. A ndëgjoni ju një koment, a ndëgjoni shqiptarët një koment të vetëm për përdorimin e kafazit të qelqt në gjykat për ish kryeministrin, ish presidentin, ish kryetarin e parlamentit. Këto të cilat përbëjnë akte nga jashtë të gjitha standardeve, nuk ekzistojnë si shqetësim për mafjen e fjalës lirë. Nuk ekzistojnë. Pra, betejë jonë është një betejë e një anësie vendimtare në kuptimin absolut të fjalës, dhe e vështirë, sepse ne jemi në një situatë ku pavarësisht nga të gjitha këto, si që shifni, për arsye gjeopolitike apo tjera, Edi Rama në vend të një damkosje dhe izolimit plot për utilitarizëm, pritet dhe përcjellet, madje i thot dhe murrenti mu, nuk